Kosova votoi për të dalë nga kriza, por duket se zgjedhjet nuk e nxorën ende nga ngërçi. Vetëvendosja doli forcë e parë, por pa numrat e nevojshme për të qeverisur e vetme dhe që prej zgjedhjeve, ajo që kemi parë është një përplasje e re politike, negociata të vështira dhe një kuvend që ende nuk po arrin të prodhojë zgjidhjen. Në mes është Albin Kurti, i cili kërkon të rikthehet në qeverisje, por përballet me një opozitë që nuk duket e gatshme të japë një mbështetje pa kushte. A kemi të bëjmë me një krizë të vetëvendosjes apo me një krizë të gjithë klasës politike? Çfarë kërkon Partia Demokratike e Kosovës në këtë situatë dhe a ekziston mundësia e një kompromisi politik? I diskutojmë të gjitha këto me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Artan Behrami, që na bashkohet. Faleminderit dhe mirë se erdhët në pikë. Faleminderit shumë për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedoj me juve. Kënaqësia është e gjitha imja, zoti Behrami. Shkojmë direkte në thelb. Ajo që pam në seancën e fundit konstitutive në Kosovë nuk i pëlqeu askujt, ndonse ne përdorimin e vezëve në Tiranë kemi bërë diçka të udhës. Por çfarë po ndodh me politikën, çfarë ndodh brenda atyre ambienteve ku gjithë secili po tenton të tregojë që është më i fortë se tjetri? Po Kosova për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së saj është në një krizë të shumë fesht dhe shumë dimensionale. Është në një krizë politike, është në një krizë të brendshme dhe ekonomike, është një krizë në raport me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe me aleatët tonë në rajon. Dhe është mbi gjitha në një krizë të madhe shoqërore, sepse në këto 6 vjet të fundit kemi pas një qeveri e cila ka investuar shumë që përçarjen ta mirëmbajë në popullin e Kosovës dhe përmes përçarjes, përmes injektimit të frikës, është munduar që të kontrolloj emocionet dhe të kontrolloj qytetarët dhe mbi gjitha të bëj të varur prej ndihmave të njëhershme të kësaj qeverie. Prandaj Kosova në këto ditë është duke dhënë shenja të një shteti të dështuar, për cilën fatkeqësisht Serbia ka investuar që nga viti 2008 në mënyrë intensive. Po ndodh po ashtu për herë të parë, po shkelën në një terren të pashkelur juridik në Kosovë, sepse Kosova në këto çaste që po flasim është duke operu jashtë kushtetues, jashtë rendit kushtetues. Klasa politike dhe partitë opozitare janë të delegitimuara sepse nuk kanë asnjë mekanizëm institucional në dorë. Të gjitha janë okupuar nga zoti Kurti përmes ushtruesve të detyrës, i cili ka pozicionuar një ushtrues të detyrës të presidentit, një ushtrues të detyrës të kryeministit, të ministrave, dhe këta ushtrues të detyrë operojnë edhe në ndërmarrje publike. Për herë të parë që nga pas lufta është vetëm një parti që kontrollon gjithë aparatin shtetëror. Pra në të kaluarën duhet ta pranoj që ka pas gabime të tilla, ka pas një tendencë për të kapur disa institucione, po dhe aty ka pas një shumëllojshmëri të partive politike duke bërë balancën e duhur politik dhe demokratik. Dhe tani për herë të parë në histori kemi vetëm një parti që kontrollon gjithçka në Republikën e Kosovës dhe sot jetojmë dhe jemi duke operuar jashtë sistemit politik dhe juridik të Republikës Kosovës, sepse nuk kemi kuvend. Ne kemi bërë betimin se deputet, por nuk kemi kuvend sepse shumica që ka fituar refuzon ta konstituojë kuvend në Republikës së Kosovës. Apo intereson Albin Kurtit kjo situatë, ju e thatë me të drejtë, si rrallë herë e rrallë kund në Kosovë, një parti ka zaptuar të gjitha pushtetet. A i intereson, a e ka fuqin të bëj atë që donte të bënte, apo po e përdor këtë situatë si një ur lidhse, një fazë kalimtare për të mos marrë mbi vete përgjegjësitë, se në fundit Evropa kërkon shumë nga Kosova, mbi të gjitha krijimin e asociacionit për cilën vetë qeveria Kurti ka rënë dakord në atë takim të famshëm të Brukselit. Kjo është frika më e madhe e zotit Kurti, por ne po jetojmë disa paradokse të pashpjegueshme në kulturën tonë politike dhe në kulturën evropiane. Pra, zoti Kurti fatkeqësisht ka importuar disa teknika dhe mbi gjitha një doktrinë e cila është doktrinë slave dhe serbe dhe nuk është as shqiptare as perëndimore.
Dhe është doktrina e viktimizimit, pra ai gjithmonë mundohet ta portretizoj veten si viktima absolute. Ai po ashtu pjesë e doktrinës serbe është edhe fajsimi të tjerëve, mos pranimi i fajit. Dhe Zoti Kurti këtë e ka në përditshmëri duke mundu që t'i fajsoj t'i fajsoj të tjerët. Dhe ne po jetojmë disa paradokse. Herën e kaluar në zgjedhjet e para në këtë cikël 3 herë të zgjedhjeve, herën e parë Zoti Kurti ndonse nuk i kishte votat për konstituim Kovendit. Mbi 40 herë e ka vendosur emrin Albulena Haxhiut për ta emëruar kryetarët të Kuvendit. Dhe paradoksi është që tani i ka votat, i ka mbi 61 vota për ta emëruar kryetarin e re, për ta bërë qeverinë, për ta konstituuar Kuvendin, dhe ai refuzon. Tjetër paradoks, në të kaluarën kur Partia Demokratike e Kosovës çdo iniciativë antiligjore, antikushtetuese ka dërguar në gjykatën kushtetuese, Zoti Kurti lëvizja vetëvendosje në mënyrë permanente e kanë akuzu, e kanë mallku PDK-n pse po dërgon land në gjykatën kushtetuese, thu se ajo ishte gjykatë e Serbisë dhe jo Kosovës. Dhe tani paradoksi, ata çdo ditë bëjnë kërkesë dhe thirrje që ne të drejtohem gjykatës kushtetuese. Po për shqiptarët në Republikën e Shqipërisë, mendoj që është shumë mirë që ta thjeshtsojmë këtë situatë politike në Kosovë dhe ajo këtë bëjmë me pyetjen tuaj. Zoti Kurti po mundohet që të imponoj krizët e mirëmbajnë një krizë politike permanente ku ai gjithmonë është në pushtet si ushtrues detyre, ku ka mekanizmin e fuqisë, ku ka mekanizmin e parave, ku i ka xhipat e blinduar 500.000 euro vetëm një, ku ka sigurimin biletat pa pare, ku mund të abuzoj me parat publike për të blerë vota, dhe në anën tjetër mos të marrë përgjegjësi për marrëveshjen më të dëmshme në historinë e Republikës Kosovës, të cilën vetë ka pranuar në Bruksel dhe në Ohër. Pra Zoti Kurti, përderisa Donald Trump, presidenti amerikan, është në shtëpi të bardhë, përderisa ekziston një trysni e madhe evropiane, dhe përderisa ka fuqi politike, pra ka votë nga qytetarët, ai gjithmonë do të prodhoj kriza, ai gjithmonë do të prodhoj zgjedhje të parakohshme, sepse kriza është habitati ku rritet dhe mistifikohet ai. E qartë, Zoti Berhami, më lejoni t'ju të rejt një paralele me Tiranën, se ndonse Zotit Kurti nuk i pëlqen shumë homologu i tij Rama, duket se po ecën në të njëjtën trajektore, duke dashur që të zhvlerësoj dita ditës opozitën dhe gjithë meritat edhe viktimizimin, pse jo, t'ja kaloj partisë të tij vetëvendosje. Mos ndoshta po rrezikoni që edhe ju si opozit të dobësoheni duke krijuar ndasi të skajshme deri diku, duke mos u bërë bashk dhe t'i jepni atij më tepër hapësirë dhe si rrjedhoj të humbisni më shumë pushtet? Po, unë mendoj që ekziston në parim një analogji, megjithatë partitë politike në Kosovë janë ndryshe të funksionojnë në një mënyrë krejt ndryshe, pra ne nuk i kemi këto dy pole si në Shqipëri që janë shumë të fuqishme, pra fuqia politike tek ne është të shpërndarë në shumë parti politike dhe besoj që deri sot kemi qenë një opozitë emancipuar, sepse ne kemi heqdor nga dhuna politike, nuk kemi dash të kopjojmë ato ngjarje të shëmtuara që dikur Zoti Kurti i ka bërë për të sfiduar shtetin e Republikës së Kosovës. Mirë po tani që ai ka suspenduar kushtetutën, në rendin kushtetues ligjet e Kosovës, ne patjetër që duhet të drejtohemi qytetarëve dhe rrugës, sepse nuk kemi alternativë tjetër, nuk kemi mekanizëm tjetër. Ne nuk kemi kuvend. Zoti Kurti ka mbyll dyert e kuvendit për deputet si unë, ndonse ajo është vendi punës time. Dhe pashmangshëm që ajo na dërgon në rrugë, po unë besoj që qytetarët e Kosovës tashmë e kanë parë që Zoti Kurti nuk mund të ashes ranën e njerë për 4 herë, sepse ato që po bën Zoti Kurti me këto argumentimit të tij është fyrje ndaj inteligjencës së qytetarëve dhe dëshmi e gjallë që Zoti Kurti edhe me tutje beson, është i bindur, ai mendon që qytetarët e Kosovës janë analfabet funksional dhe ata mund të gënjesh sa herë që do dhe mund të manipulosh si të doj. Pra, ky është perceptimi Kurti që ka për qytetarët. Por qytetarët e Kosovës
është shumë interesant që ekziston një kulturë politike në Kosovë që shumë e kamotshme, që ne ja falim besimin liderëve politik deri në një mas dhe pasaj kur kthehen kundër tyre është një lumë që nuk ndalet. Dhe unë mendoj që kjo pikë përmbysje, ajo që quhet si tipping point, tashmë është arritur në Kosovë. Qytetarët janë lodhur nga kriza, janë lodhur nga mungesa e perspektivës, janë lodhur nga çmimet e larta, janë lodhur nga drama që Zoti Kurti i bën me bashkësinë ndërkombëtare, janë lodhur nga kërcënimet dhe nga frika që injekton. Pra, qytetarët e Kosovës dojnë normalitet, dojnë stabilitet dhe këto janë parakushtet e vetme që Kosova të zhvillohet dhe unë besoj që me një opozitë shumë proaktive, Partia Demokratike e Kosovës në ditët e ardhshme do të tregoj që e ka për një mend dhe që shteti për një mend është duke u rreziku dhe Partia Demokratike e Kosovës si më thonë, më shumë se çdo parti tjetër në Republikën e Kosovës ka hise edhe në çlirim, edhe në shëndërtim, edhe në forcimin e këtij shteti, sepse për këtë shtet, për këtë kushtetutë është dhënë shumë gjak, janë bërë shumë masakra, shumë sakrifica dhe ne asnjëherë nuk do të shkelim mbi gjakun e tyre, por do të mbrojmë gjakun e tyre, sepse ky rend kushtetues është duke u rreziku nga një wannabe, nga një dua të jem e drejt, por zoti Bergrami, ndonse unë zoti Kurti shndrohet në autokrat. Ndonse e mbështes logjikën tuaj. Ju kujtoj që e kam dëgjuar edhe para zgjedhjeve. Por ky zoti Kurti, ky zoti wannabe është i njëjti person që ka fituar edhe zgjedhje 4 herë radhazi. Dhe populli ndonse ju thoni që është lodhur, prap zgjedh atë të parin. Ju si Parti Demokratike e vetme nuk mund të bëni dot gjë. A shihni një formë tjetër veprimi si opozitë e bashkuar për t'i dalë përballë Kurtit, apo duket se edhe brenda opozitës pikat ndarse janë gjithashtu të skajshme? Opozita në Kosovë nuk ka qenë në të kaluarën ashtu e bashkuar siç është dashur me qenë, për me qenë shumë i sinqert. Partia Demokratike e Kosovës gjithmonë ka insistuar në një përbashkim shumë më të madh, në një front të përbashkët, sepse ajo që na bashkon me opozitën është që shumica këtyre partive politike kanë edhe hise dhe trashëgimi edhe në luftë, edhe në periudhën e pas luftës. Dhe ajo që ka të gjithëve neve na ndan me lëvizjen vetëvendosur është padyshim dallimet të thella ideologjike. Pra, ekziston një brum shumë i mirë i një përbashkimi të madh. Zoti Kurti ka fituar këto zgjedhje duke u bazuar në 2 teknika të cilat i kanë përdorur edhe autokrat, edhe populistë të tjerë, edhe në Evropë, edhe në rajon. Dhe njëra është injektimi i frikës, pra frika si një mekanizëm i kontrollit të qytetarëve dhe një mekanizëm i varësisë dhe përmes joshjes, përmes këtyre pagave të njëhershme. Dhe fatkeqësisht që pagat e njëhershme, njeriu i parë që i ka shpërndar për me fitu votat është Aleksandar Vučić. Dhe sot zoti Kurti është duke kopjuar pik për pik kryeministrin serb Aleksandar Vučić, i cili në të kaluarën ka përdor pagat e njëhershme për të blerë vota. Dhe të njëjtën fenomen e kemi pas edhe në Kosovë, ku zoti Kurti ka harxuar mbi 400 milion euro për të pagat e njëhershme, ka pagu madje edhe biletat për mërgëmtar dhe ka kriju mekanizma tjerë të joshjes së qytetarëve. Dhe në zgjedhjet e fundit, megjithatë qytetarët tashmë kanë kuptuar këtë trikun elektoral të zotit Kurti dhe kemi pas një abstenim shumë të madh. Zoti Kurti personalisht i ka humbur mbi 100.000 vota, derisa lëvizja vetëvendosur ka humbur shumë më shumë. Ka 1.9 milion trupit elektoral, vetëm 1.2 milion kanë votuar në Republikën e Kosovës dhe kjo tregon një abstenim tepër të madh dhe historik, sepse qytetarët e Kosovës tashmë janë lodhur nga pasiguria dhe mungesa e stabilitetit. Por zoti Bergrami, nuk është një këmban edhe për opozitën mos pjesëmarrja? Të paktën ne në Shqipëri kështu e shohim, pjesëmarrja ulët në votime është gjithmonë një tregues që populli nuk është i kënaqur me opozitën. Pajtohem plotësisht. Ne thash në të kaluarën kemi qenë një opozitë shumë e emancipuar përballë një politikani i cili ka përdorur dhe ka keq përdorur të gjitha mekanizma shtetëror
e ka thyer, e ka shkel mbi kushtetutën me 10 herë dhe unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës nga nesër nuk do të jetë më opozitë e njëjtë, por do të jetë një opozitë shumë e fuqishme, shumë më proaktive dhe një opozitë e cila do të përshfaq të gjitha manipulimet, të gjitha skandalet dhe do të jetë padyshim një alternativë për qytetarët e Kosovës, duke bazuar në trashëgiminë tonë të ndërtimit të institucioneve, duke bazuar edhe në ato që kemi ndërtuar si parti, sepse këto projektet madhore në Republikën e Kosovës, prej autostradës për Shqipëri dhe për Shkopje, nga shkollat, nga infrastruktura rrugore, nga krijimi i aleanca me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, njohjet, antarësimet, të gjitha këto i ka arrit Partia Demokratike e Kosovës dhe ne kemi një vulë të suksesit dhe kemi vizionin që me qenë një alternativë tepër e mirë për Kosovë dhe për qytetarët e Kosovës. Prandaj unë jam shumë shpresëplot që kësaj radhe qytetarët e Kosovës do të na besojnë votën dhe padyshim që nuk do t'i zgënjejmë sepse PDK ka bërë edhe reforma, ka bërë edhe përmirësime të gabimit që kemi bërë si parti në të kaluarën dhe është gati për ta qeverisë Kosovën në zgjedhje kurdo që mbahen ato. E qartë, Zoti Behrami, në bulevardin kryesor të Prishtinës, tani më që është hequr banderola e madhe ku bëj thirrje të lirojnë Ukrainën, ta çlirojnë atë, kanë mbetur 2 postera. Njëri është ai historiku i legjendarit Ibrahim Rugova, ndërsa në anën tjetër përballë tij qëndrojnë 3 ish drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës me thirrjen lirojeni ata. Ata që ndërtuan Partinë Demokratike të Kosovës, ata që firmosën pavarësinë e shtetit më të ri evropian. Sot, sa i mungohen kësaj partie, energjia e tyre, vizioni e tyre dhe politikbërja e tyre për shtetformim? Unë mendoj që për te partisë politike ku malli për ta është tepër i madh, sepse janë themeluese të PDK-s, mendoj që në këto 6 vite qytetarët e Republikës së Kosovës nga të gjitha partitë politike, jo vetëm nga Partia Demokratike e Kosovës, por edhe nga lëvizja vetëvendosje, edhe nga LDK, edhe nga AK, pra gjithë qytetarët e Kosovës tashmë kërkojnë kthimin e tyre jo vetëm në Kosovë, por edhe në politikë, sepse për herë të parë qytetarët e Kosovës janë njoftuar me precedentin tha që pa i pas ato ngarkesat, ato rreth të zeza të konspiracionit, të thashëthëmeve, të oponencës politike mbi kokë. Pra për herë të parë janë duke njoftuar Hashim Thaçi si politikan, Hashim Thaçi si bab, Hashim Thaçi si lider së burgshtetas. Dhe malli është shumë i madh. Dhe unë mendoj që ata ma shumë i mungojnë Kosovës se sa Kosova ndoshta atyre, sepse ekziston një nevojë tepër e madhe që ata t'jenë këtu. Ata projektin e nisur jo vetëm për çlirim, për liri dhe për pavarësi, po edhe për shtetin e Kosovës, do të thotë ende nuk e kanë mbaruar. Dhe unë mendoj që me 16 shtator, qytetarët e Kosovës do të jenë në Shesh, në Prishtinë, po qytetarët e Kosovës do të jenë edhe në Hagë, dhe ajo ditë është në dorën e trupit gjykues nëse ka me kanë ditë feste, apo ka me qenë ditë proteste e pandalshme, a ka me qenë ditë e drejtësisë, apo ditë e padrejtësisë. E qartë, 16 shtatori duhet të jetë dita e shqiptarëve që shkojnë sa në Hagë, ashtu edhe në Prishtinë për të bërë thirrje drejtësisë që të jetë e prerë në verdiktin e saj dhe t'i shkoj pranë të vërtetës dhe jo atyre që tentojnë ta transformojnë atë. Zoti Behrami, ishte kënaqësi që ju kisha sonte në pikë. Faleminderit që ishit me ne. Ju faleminderit shumë juve për ftesën edhe mirë pafshëm dhe mirë dëgjofshëm. Gjithë mirat. Çfarë mendon ndërkohë pala tjetër vetëvendosje për ngërçin politik? Na ndiqni.